Armando Broja zgjodhi që të rrezikonte gjithçka në ndeshjet e marsit me Shqipërinë. Pavarësisht se po vinte nga dëmtime të shpeshta, Broja nuk e mendoi dy herë t'i bashkohej Shqipërisë edhe në momentin që nuk dijej ende në 100% e tij. Ndihmën e tij e dha duke na ofruar sadopak sinjale pozitive në shpërthimet ndaj Anglisë dhe njëkohësisht duke kontribuar në 2 golat e parë ndaj Andorrës, në të parin duke fituar faullin dhe në të dytin duke asistuar për e Manajn. Në momentin e asistit për Manajn, fytyra Armando Brojës i thoshte të gjitha. Nuk ishte një festim, ishte një pamundësi, një dëshpërim dhe inat me veten. E ndjen veten shumë në borxhe me shqiptarët që çohen në këmbë në stadiumet e Evropës dhe Shqipërisë sa herë përmendet emri i tij. Pas super asistit, fytyra e Brojës dukej sikur thoshte: "Më falni, e di që nuk kam bërë ende asgjë për ju, por as vet nuk e kuptoj se çfarë po ndodh me mua. Ndoshta Zoti e ka shkruar kështu, që pas vështirësive të vijë një gol kundër Serbisë dhe ky njeri të shkojë në qiellin e 7. Ky besim i madh nuk i mungon as Armando Brojës, një cilësi që ka karakterizuar gjithmonë. Në një intervistë të fundit për klubin e Evertonit, pas ndeshjes me Arsenalin, Broja ka entuziazmuar dhe tifozët shqiptar, duke thënë se tani ndihet gati dhe se nuk ka më asnjë dhimbje në trup. Duket se mallkimi dhe dëmtimet e shpeshta janë lënë të kaluarës dhe Broja është gati të shpërthej si dikur në kohën e Southamptonit. Ndihem shumë më mirë tani, jam i lumtur që mund të kthehem në fushë dhe të luaj pa dhimbje. Kjo është gjithçka që unë doja, të jem pa dhimbje, të shijoj futbollin tim, të luaj para tifozëve dhe të përpiqem të bëj më të mirën për ekipin. Jam 100% i sigurt se ka shumë për të ardhur nga unë. Më të mirat janë ende për të ardhur nga unë. Ka shumë më tepër që mund të bëj. Do të ketë momente ku do të vinë edhe golat e mi, do të vinë asistimet dhe unë do të luaj shumë më mirë, sigurisht, por siç thash, gjë e më rëndësishme është që të rikthehem dhe të luaj pa dhimbje dhe thjesht të lë pas çdo lloj lëndimi që kam pasur në të kaluarën dhe të vazhdoj përpara. Është shumë e rëndësishme të shënosh një gol tani, kur të vjen mundësia. Duhet t'i tregosh trajnerit, tifozëve, klubit dhe gjithë të tjerëve se çfarë je i aftë që të bësh. Kjo është pjesa e të qenit futbollist. Sigurisht që unë dua ta kaloj atë vit të bardhë dhe të jap gjithçka që kam, por më e mira nuk kam britur ende. E di se çfarë jam i aftë që të bëj, ka thënë Armando Broja.